Të dashur shikues e emisionit prive, jemi rikthyer sërish bashkë pas një bloku publicitare. Në vazhdim, radha është për rubrikën tonë e vërtet e pa vërtet. Çfarë ka ndodhur me Gjikon? Çfarë ka ndodhur me Ledrin, Lumi B dhe Genc Prelvukaj? E kuptojmë bashkë në rubrikën e radhës. Gjiko dhe Eva Ndoja në lidhje, kjo nuk është e vërteta që po flitet. Për reperin nga Peja dhe këngëtarën nga Mama Shqipëri, po supozohet se mund të ketë një lidhje të mundshme, nga si janë parë shpesh në orët e vona të mbrëmjes të shoqëruar nga njëri tjetri 10 herë në kryeqytet. Këngëtarja kontaktuar nga emisioni jon ka mohuar këtë gjë duke thënë që ajo dhe Gjiko janë vetëm bashkëpunëtor dhe se është e vërtetë që janë parë në orët e vona të shoqëruar nga njëri tjetri, pasi kishin përfunduar punën rreth projektit të ri të këngëtarës në studion e Red Box, por që diçka më tepër nuk ka dhe nuk mund të ketë. Genc Prelvukaj me albumin e parë Solo, kjo është më se vërtet. Reperi që i takon grupit muzikor Ethnon ka vendosur që të paktën për një kohë të zotrojë tregun i vetëm në stilin e tij. Prive mëson që Genci është duke realizuar albumin që për numrin e këngëve në të nuk është vendosur, por gjithsesi do të jetë mbi 10 me styra dhe balada që në formë janë deserti reperit. Klipet do të ketë të paktën 50% i totalit të këngëve në album. Njëkohësisht reperi ka zgjeruar edhe biznesin e tij pra kompaninë Blackfish, duke ofruar gjithçka rreth muzikës në një vend të vet. Lumi B, Ledri, Gjiko dhe Skerdi së bashku në një këngë, kjo është më se vërtet. Reperi Lumi B, Ledri dhe Gjiko do t'i bashkojnë forcat e tyre në një projekt muzikor ku me ta do t'jetë edhe një artist nga Shqipëria i quajtur Skerdi. Kënga, prodhimi Red Box Entertainment do t'i sjellë artistët brenda kornizave në të cilat jemi mësuar t'i shohim megjithatë siç mëson prive. Në tekst i përfshirë është edhe aktualiteti ku mes tjerash përmendet edhe Dua Lipa në një konotacion eksplicit. Nëse çdo gjë është kënd siç duhet, projekti muzikor është parapartë të publikohet me klip nga fundi i javës që vjen.